Haris Vogli aktualisht është një lektore kërkuese dhe doktorante pranë Glasgow Caledonian University Londër në Mbretërinë e Bashkuar. Ti je një kritike e pozitës dhe opozitës e drejt për drejt, pa dorashka fare, pa censur. Shpesh i shprehur se shoqëria shqiptare nuk reagon, nuk ka nerv protestes. Sa herë unë ngre një reagim për një çështje, më shkruajnë dhjetra dhe qindra njerëz të cilët nuk kanë guximin të kenë po të njëjtin reagim në faqet e tyre, sepse o kanë frikë të humbin vendet e punës, ose kanë frikë se do të preken bizneset e tyre. Dhe shoh tek ta më shumë se sa apati, frikë. Nëse do kishe një propozim për një post politik, do ta pranoje? Çfarë ndodh me auditorin e studentëve tek të cilët i jep mësim sot në Universitetin e Glasgow? Ka ndryshuar jo vetëm në Shqipëri, shumë universitete në botë që të jetojnë, pra që të mbijetojnë në tregun e stërmadh, janë kthyer në një biznes. Kur vin javën e parë, unë them të gjithëve do të rinin në Londra apo do të ktheheni në vendet tuaja. 99% e tyre thonë që do të kthehemi në vendet e tyre. Janë të gjithë homesick. Dashuria troket atëre kur ti nuk e ka hapur ende derën, si e burgati. Kur ti e lëshon veten në një farë mënyre sikur you give up, sikur dorëzohesh. Dhe aty pastaj bëhen të gjitha yjet bashkë, i gjithë universit na vjen të gjithëve në ndihmë dhe na sjell ato për cilën ne jemi lutur aq shumë dhe kemi pritur prej shumë vitesh. Nuk mendoja që në një moment tjetër të jetës time do të kisha zgjedhur të jetoja apo të ndaja jetën me njëri më të ri në moshë se unë. Por në këtë rast eksperienca me të më ka treguar që mosha nuk ka asnjë vlerë në krahasim me shpirtin, me esencin e përkushtimit, humorit, përgjegjësisë. Dhimbësuria jote për nënën tënde që ajo hoqi dorë nga pasioni i jetës së saj, nëna jote ishte soprano, ajo u divorcua nga babai yt, edhe babai ndërtoi jetën ndërsa nëna përsëri u kushtua ty dhe vetëm ty. Unë e di që ajo ka një breng, pse nuk arriti ta bëj familjen e saj të fortë edhe unike. Mami ka pasur edhe probleme me shëndetin mendor, pra ka vuajtur dhe vuan ende nga depresioni. Dua shumë shpejt që ajo të kthehet në studio dhe të këndoj opera, ato arjet që do zgjidhim bashkë, dhe mendoj që do jetë gati për të regjistruar këngë dhe arje të ndryshme që të mi lërë mua. Me kë po shkruaj tani ti, Haris? Me bashortin tim. Me shokun tim më të ngushtë. Si është kesh për bashort shokun tënd më të mirë? Është gjë më e bukur, por është gjë më e lehtë, më natyrale. Vjen shumë natyralisht. Një gjë që nuk më ka ndodhur kurrë më parë. Më kujtova atë këngën Lucky I'm in love with my best friend. Është fiks rasti yt. Po. Çfarë i the, çfarë të tha? Vetëm unë dhe publiku do ta marrim vesh. Të dua shumë. Jemi shok? Jemi shok apo jo? Shok. Shok për gjithmonë. Shok për gjithmonë. Përpara se të të prezantoj për publikun tim dhe për ndjekësit e panumër të këtij podcasti që më frymëzon dhe mua, besoj frymëzon dhe të tjerë, kam në duar dhuratën tënde. Përpara se të ndizeshin kamerat, më the të kam sjell librin Gërmim në shpirt që ti e ke shkruar në moshën? E kam shkruar për rreth 15 vite, që në adoleshencë, por e kam publikuar në vitin 2011, kur dhe jam kthyer nga studimet e mia në Angli. Të vota disa reshta nga parathënia e librit, edhe ti më tha Alketa mos e lexo se kam qenë 22 vjeç, atëherë ka kaluar vite. Edhe unë tash sepse 22 vjeç do thotë që është një kapitull shumë i rëndësishëm i kësaj pjese të jetës tënde. Edhe thua në parathënie gjatë gjithë jetës na ndodh që në mënyrë të pashmangshme të ndeshemi me njerëz nga më të ndryshmit, secili më vete përfaqësues si një fjalë kryqe të formuar e të plotësuar prej copëzash të shumta, ndjenjash, forcash, dëshirash, dhuntish, kujtimesh, vendesh, historish, që plotësojnë secilin prej nesh në mënyrën më unike. Në shkrimet e mia unë pasqyroj ndodhite një ditë dimërore ose pranverore në një qytet të botës, një udhtim spontan ose një udhtim të domosdoshëm, çmenduritë e një nate dhe kujtimet më të bukura, shëtitet në parqe, ditët e nxehta në breg të detit, përqafimet e përmalluara, premtimet e shumta, ëndrat dhe pritshmëritë nga jeta. Nga një jetë që ikën po aq shpejt sa të ecën ngadalë dhe gjithçka ose gjithkusht që na rrethon na kujton vazhdimisht dhe na rikujton vlerën e paçmueshme të saj. Një jetë që mund të jetë e thjeshtë, por nuk mund të jetë po ashtu e gërsisht e bukur dhe e pafundme nëse nuk provojmë gjithçka që ajo na ofron. Nuk rrezikojmë të bëhemi pjesë e saj nga një skaj në tjetrin, pjesë e dashurive, sukseseve, përpjekjeve, zhgënjimeve, fitimeve, humbjeve.
provave më të vështira dhe më të rëndësishme, qyteteve dhe gjuhëve të botës, realiteteve, ëndrave dhe e theksoj dashurisë pa të cilën nuk do të kishte ekzistencë. Unë shkruaj ashtu si jetoj, shkruaj ashtu si dashuroj. S'po e vazhdoj. Në fakt kisha vite që nuk e lexoja këtë parathënie dhe nëse do ta shkruaja po përsëri sot, mendoj që do shkruaj të njëjtën gjë pavarësisht se kanë kaluar 15 vite. Tani që ju e rilexuat nuk ka ndryshuar shumë tek unë. Haris Vogli aktualisht është një lektore kërkuese dhe doktorante pranë Glasgow Caledonian University Londër në Mbretërinë e Bashkuar. Studion për rolin e medias dhe bindjes politike aty. Në vitin 2010 është diplomuar për ligj dhe politik pranë Queen Mary University në Londër me rezultate të shkëlqyera. Masterin shkencore ka përfunduar për politikë dhe qeverisje në Bashkimin Evropian, Instituti i Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës. Pastaj vazhdoi në Pekin studimin për master në administrimin publik, zhvillim ndërkombëtar dhe qeverisje në Universitetin Tsinghua. Në Londër është specializuar në fushën e legjislacionit ndërkombëtar të drejtave të njerëzit. Në kapacitetin e saj si studente e programit Lead Albania të financuar nga Fondi Shqiptaro-Amerikan në 2020, ka shërbyer për një vit si këshilltare politike e presidentit të Republikës së Shqipërisë dhe në 2020 në një executive program është diplomuar nga Harvard Kennedy School për leadership dhe karakter në kohë të pasigurta. Komplimenta dhe unë i dua shumë njerëzit që studiojnë gjithë jetën edhe punojnë për rritjen e tyre personale. Janë pjesë të qenit unë, pra nuk i ndaj dot me njëra tjetrën, pra të studiuarit, të punuarit, të zhvilluarit vetvetes, krijimi i familjes, janë të gjitha pjesë e jetës që nuk ka pse mos të ecin paralel me njëra tjetrën. Unë të kam parë një status shumë të guximshëm në fakt edhe shumë solidar për dy kolegë të medias, të cilët ishin pushuar nga puna në mënyrë flagrante, edhe më pëlqeu guximi dhe kurajo. Edhe dua madje ta citoj një pjesë nga një status, mund edhe ta ndajmë bashkë. Edhe thash, sa bukur pas ka folur kjo vajzë për disa njerëz të cilët mbase ka nevojë më shumë se kur që dikush të jetë avokati i tyre sot. Në këtë postim në Instagram ti ngritë zërin për lirinë dhe të drejtat e dy gazetarëve, Rion Dushi dhe Alba Alishani, ishte avokati i tyre publike. Ata u shkarkuan nga puna, madje ke shkruar edhe një artikull ti për lirinë e shtypit që mua më spikati. Nëse unë do isha në auditorin tënd, një studente që do të asistoja në një nga leksionet e tu me shumë pasion për këtë temë, më thuaj 3 aksiomat e tua për gazetarin që duhet i di çdo student i gazetarisë dhe çdo gazetar që ushtron në mënyrë aktive profesionin sot në Shqipëri. Do thosha që gazetari mbi të gjitha për të qenë profesionist duhet të vërtetoj faktin nga ku e merr lajmin dhe e shtjellon ato dhe pastaj e shpërndan. Duhet të jetë shumë mirë i kontrolluar, i lexuar, pra fact checking. Duhet t'i vërtetoj të gjitha faktet në mënyrë që t'jetë i vërtet në informacionin që shpërndan, sepse ndryshe nuk do të quani problem keq informimin apo përrjedhoj dhe shplarjen e trurit. Një gazetar duhet t'jetë absolutisht i dislocated, pra i larguar nga çdo ndikim politik, sepse përrjedhoj mediat ku gazetarët punojnë nuk duhet të kenë asnjë farë lidhje me politikën. Mund të kenë ndikime për kauza të ndryshme që lidhen me pushtetin apo me opozitën, kjo në çdo vend, dhe mbi të gjitha një gazetar duhet të jetë një lexues dhe një shkrimtar shumë i mirë. Duhet në mënyrë të përditshme të studiojë dhe të jetë shumë independent për të formsuar veten që në momentin që i kërcënohet puna, ai mos ta ul kokën, por ta ngrejë gjithmonë zërin, sepse lajmi që gazetari jep, informacioni që gazetari përçon, është e vërteta dhe ura lise midis së vërtetës dhe individit. Shiko, ti je idealiste dhe ndrimtare, po ai sa je realiste dhe kritike. Po, të dyja bashkë. Edhe kur lexoja statuset e tua në Instagram, në fakt pash këtë statusin e guximshëm që bëre për dy kolegët gazetar, e pastaj u intrigova dhe u futa brenda tek profili yt dhe ishte shumë bukur aty brenda. Të pash që ti u thoje, por nuk u thoje to show off, për të dukur, ti jetoje për të jetuar. Pastaj eca më poshtë dhe pash një postim për nënën tënde dhe kuptova që ti je një vajzë e rritur nga nëna, ke jetuar me të. Edhe pash një himn për mëmsin që e kishte bërë aq të bukur edhe më preku zemrën, edhe një nga frazat aty që më bëri përshtypje ishte dhimbësuria jote për nënën tënde që ajo hoqi dorë nga pasioni i jetës së saj, nëna jote ishte soprano, për të përkushtuar ty, që s'u martua asnjëherë më për të rritur ty e vetme. Ajo u divorcua nga babai yt, edhe babai ndërtoi jetën ndërsa nëna përsëri u kushtua ty dhe vetëm ty. Më fol pak për nënën tënde, nëna jote dhe muzika. Soprano që heshti dhe skëndoi më për publikun e madh sepse donte që të këndonte dhe të fliste përmes zërit tënd. Gjithë jetën edhe ti ishe ajo vazhdimi i saj.
do thosha që mami im është një njeri shumë i brisht, jashtëzakonisht shumë i ndjeshëm, si një vajzë e re, një vajzë naive në trupin e një personi të madh, që vitet kalojnë, por ajo e ruan atë artisten brenda saj. Është një njeri që sa herë shoh them, unë do ta mbroj për jetë siç ka bërë ajo. Ta theu zemrën ndarja e prindërve apo e pe në normalitetin e një jete që rrihet ashtu, kur dy prindër nuk funksionojnë, më mirë të jenë të ndarë sa të jenë bashkë në kompromis? Mendoj që kur rrugët ndahen, siç ndodhi me prindrit e mi, gjëja e duhur e shëndetshme për ata të dy, që e vendosën me konsensus, ishte ndarja, dhe do të ishte egoiste nga ana ime them që pse nuk menduan për mua. Ata kanë qenë në momentet të tyre më të vështira dhe unë nuk i gjykoj dot sot, por unë kam kapacitetin ta analizoj dhe them sa më ka rritur kjo gjë apo dhe sa më ka lënduar dhe dëmtuar kjo gjë. Ju tha që nëna ime ka vendosur të mos martohet, mos ta bëj familjen e saj. As për këtë nuk e gjykoj dot. Por do të doja shumë që ajo të rinjihte lumturinë dhe të krijonte familjen e saj, sepse prindërit kur na kanë të vegjël, mendojnë që neve nuk do të rritemi asnjëherë dhe ne nuk do të ikim asnjëherë dhe kjo gjëja është ajo e gabuar, që unë e vlerësoj shumë që babai im pati guximin për të krijuar familjen e tij dhe unë shoh që ata kanë një harmoni, kanë krijuar gjën e tyre që do doja ta shihja edhe te nëna ime. Sepse unë jam rritur, kam krijuar familjen time dhe ajo që ka ngelur sot është mami dhe jo babi vetëm, pra. Mami ka ngelur vetëm, nuk ka ngelur babi. Ka qenë mami jot një vajzë që priste që ai një ditë të rikthej, ajo vajza e filmit, librit Lulet e Mollës, po më kujtohet. Ka qenë, po Lulet e Mollës, një ndër filmat e saj të preferuar në fakt. Priste dashurinë dhe shpresonte me syt antej tek dera që ai do të kthehej një ditë dhe do t'y dilte për Zot dy vajzave të tij, të voglës dhe të madhes. Po. Ai nuk erdhi asnjëherë. Ti çfarë i thua mamit sot mbas kaq vitesh? Ti e bër vajzë e madhe tani edhe ja them çdo ditë, ja them për të kuptuar thelbin asaj e brengës që atë shoqëron çdo ditë. Unë e di që ajo ka një breng, pse nuk arriti ta bëj familjen e saj të fortë edhe unike, sepse mendoj që roli i një gruaje, një femre nuk është vetëm sjell një fëmijë në jetë. Një rol më i madh se ky është edhe të krijojë familjen. Sepse familja do më shumë mund për të mbajtur. Fëmia që është i yti do të jetë gjithmonë aty. Nuk do të shkojë askund, pavarësisht se do të lëvizi në një vend apo në një tjetër, do jetë gjithmonë fëmia yt. Kurse marrëdhënia në familje do shumë mund dhe unë i them gjithmonë që do doja shumë që mami të kishte bërë familjen e saj. Do ta kisha mbështetur shumë. Ajo ka menduar sikur do më humbte, ose sikur unë do ta kritikoja, ose sikur do më silte një dram tjetër në jetë. Do të thënë, ajo ka menduar gjëra që unë në fakt nuk i kam menduar kurrë. Do isha shumë e lumtur që mami më bënte familjen e saj, ose të kishte një njeri në krah për të kaluar vitet e saj, për të udhëtuar, për qenë e lumtur, për të thënë mirëmëngjes dikujt, natën e mirë dikujt. Është dhe një mentalitet i instaluar, ende në shoqërinë shqiptare që të sakrifikojmë për fëmijët deri në fund, me jetën tonë të paguajmë. Nuk e di nga vjen kjo gjë, po është mentaliteti i gabuar dhe është shumë destruktiv për personalitetin e një njeriu, për më jeta është shumë e gjatë, ne na duket sikur është e shkurtër, por në fakt është shumë e gjatë dhe sot që ajo ka nevojë më shumë se kurrë për dikë, ajo është vetëm. Martesa e babait e dyta të solli një jetë vllajin tënd, solli një dhuratë tjetër të bukur. Po. Si shkon ti me vllajin? Gjoni është një dritë, është shumë i talentuar edhe Gjoni ka zgjuar tek unë dimensione të tjera, mirënjohjen më shumë, durimin dhe jam e bindur që çdo gjë ndodh për një arsye. Pra, e gjithë kjo ka ndodhur që ta kem dhe unë një vëlla dhe ai vëlla të jetë pikërisht John Thomas, se ndryshe nuk do të ishte Johnny. Çfarë kujton nga brezi i rinisë tënde? I kaluar një pjesë në Shqipëri e një pjesë në Angli, në një nga shtetet më të fuqishme të botës, më kozmopolit dhe në një nga shtetet me arsimin më të fuqishëm në botë. Konkurenca ka qenë e përditshme. Domethënë sfidat që ti me të cilat ti përballesh çdo ditë ishin të dimensioneve nga më të ndryshmeve dhe të stërmëdhaja
për njeriu aq të vogël në moshë ishe, pra që isha unë, një 17 vjeçare, 18 vjeçare që përballej me njerëz nga e gjithë bota që të gjithë kishin një temp të jashtëzakonshëm për të mësuar, për të përshtatur me kulturën, për të përshtatur me motin, për të përshtatur me faktin që po largoheshin për të parë nga familja, dhe kjo ishte e përditshme për t'i treguar vetes dhe njëri tjetrit që po ja dalim, po e kalojmë dhe këtë sfidë. Domethënë unë nuk kam qenë fare përgatitur se çfarë do gjeja, me shkëputjen nga mami, nga familja, nga njerëzit dhe me vajtjen në Angli. Në krahasim me sot, unë shoh që vjen në pikpyetje gjërat bazike, gjërat më të rëndësishme, pra arsimi, indipendenca, pavarësia, lufta, zëri kritik, domethënë atëherë ishin të padiskutueshme. Pra, nëse sot thot, unë tash studentët nga eksperienca ime që unë kam pasur këtu, unë sot nuk ndihem mirë, nuk e kam lexuar këtë zyshe. Është shumë ofensiv. Domethënë kjo për mua ka qenë një goditje shumë e fortë kur kam filluar për të parë të jap mësim në auditorët në Tiranë. Çfarë ndodh me auditorin e studentëve tek të cilët i jep mësim sot në Universitetin e Glasgow? Ka ndryshuar, jo vetëm në Shqipëri, ka ndryshuar në të gjithë botën, sepse bota globale, pra globalizimi, ka ardhur me të mirat edhe me të këqijat e veta. Shumë universitete në botë, nuk po flas për Glasgow University, po shumë universitete në botë që të jetojnë, pra që të mbijetojnë në tregun e stërmadh, janë kthyer në një biznes. Pra, nëse në vitet më përpara një student duhet pranojë në universitet në Londër duke bërë IELTS, sot ka shumë student, po themi nga Bangladeshi, nga India, nga Rusia, nga Kina, të cilët pranohen nga universitete ndryshme dhe pa e dhënë testin e gjuhës. Në kohën kur unë studioja në Londër, studentët britanik me studentët europian ishin një dhe kishin tarifa shumë herë më të ulta se sa ne që ishim ndërkombëtar. Pra nëse një student britanik apo italian paguante 3.000 pound në vit, ne si ndërkombëtar paguanim 9.000 pound në vit. Kurse sot, përveç se britanikëve, edhe europian dhe ndërkombëtarët janë hyrë të gjithë tek ajo pjesë e studentëve që paguajnë më shumë. Pra, për rrjedhoj, kanë ardhur shumë studentë që ndoshta nuk janë në cilësinë e duhur për atë nivelin dhe për atë famën që kanë tashmë universitetet britanike, dhe kushdo që vjen sot duhet të jetë shumë i kujdesshëm tek universiteti që shkon dhe duhet të fillojnë që më përpara me një dedikim shumë të madh për të arritur rezultatet më të larta, që ti të kesh mundësinë të futesh realisht në universitete më të mira që janë të mbetura çdo herë dhe më pak. Ti çfarë pedagoge je? Unë përveç se jam doktorante në vitin tim të fundit, unë jap leadership, jap zhvillim ndërkombëtar. Ti nuk të fal. Edhe të fal. Edhe të fal tek notat, fal ti? Kam të fal tek notat sepse kam parë ndryshimin e nivelit të studentëve dhe niveli i studentëve ndryshon për shumë arsye. Mendoj që studentët ndërkombëtar kanë shumë sfida sot në Londër se sa dikur kur kam qenë unë. Që nga dokumentat gjetja një banese, gjetja një doktori, pra janë procese që marrin shumë kohë dhe kur vinë në javën e parë, 12 javë është semestri. Kur vinë javën e parë, unë them të gjithëve do të rinin në Londër apo do të ktheheni në vendet tuaja. 99% e tyre thonë që do të kthehemi në vendet e tyre. Janë të gjithë homesick, domethënë kanë një mall dhe një mungesë të familjes dhe të shtëpisë të parekuperueshme më duket mua, dhe më kthen mbrapa në kod duke më sjell ato që un kam përjetuar, dhe aty them i ndjej se sa shumë kanë nevojë dhe jep një dorë, i toleron një dorë, po, jep një notë plus, sepse janë shumë të përmalluar dhe janë në një vend huaj, nuk din rrugët, nuk din absolutisht asgjë, nuk din bankat për të hapur një kartë, nuk din ku të gjejnë doktorin, nuk din ku të gjejnë shtëpitë. Pra Londra bëhet çdo ditë edhe më e madhe dhe për një student ndërkombëtar është e vështirë, nuk është aq e lehtë. Kështu që jap gjithmonë një dorë dhe kam një mendësi timen që unë s'do t'i ngel asnjëherë studentët. Dhe mundohem mos t'i ngel asnjëherë, përveç se nëse ata kanë një temë të caktuar apo kanë një case study që do ta marrin në analizë dhe ata nuk marrin fare atë case study që është dhënë. Dhe nuk kam zgjedhje tjetër përveç se t'i them ju nuk i keni përmbushur kërkesat për ta kaluar këtë kurs, sepse nuk i keni përmbajtur case study, pra çështjes që ju është dhënë për në analizë. Po në rast tjetër, gjithmonë mundohem t'i jap notën kaluese dhe t'ia heq atë stresin e rifutjes në ekzaminim, dhe ka disa burokraci të cilat janë të panevojshme për një student që është
paktën i ri. Shumë e veçantë kjo. Nuk do të thon asgjë atje nga katedra e universitetit ku punon tani për këtë që the, jo. Jo. Raporti yt me profesionin, raporti yt me misionin që ke për t'i dhënë vetëm atyre që e meritojnë dhe që i impenjohen shumë dhe e bëjnë atë minimumin e përpjekjes për të marrë një notë kaluese. Jo, sepse dua që të jem njerëzore, jam njerëzore dhe nuk do doja që mos i jepja mundësinë një studenti i cili e njeh këtë mundësi që unë jap dhe vjen vërtet me i përgatitur herës tjetër. Pra e justifikon, sepse unë përballem, ja them këtë gjë që kam bërë, nuk është se ja lë që ata ta nënkuptojnë. Pasioni yt për politikën, demokracinë, angazhimin civil dhe ngritjen e kauzave të ndryshme me natyrë politike, mediatike dhe sociale. Do më thuash tani mendimet dhe qëndrimet dhe ngritjen e zërit për çështjet politike në Shqipëri, sepse ti je një kritike e pozitës dhe opozitës e drejt për drejt, pa dorashka fare, pa censur. Në asnjë vend demokratik, jetëgjatësia në politik, në vendimarrje, në qeverisje nuk ka sjell asnjë gjë të mirë. Kjo kryesisht ndodh në vende autoritare, po të shohim vende si Turqia, vende të lindjes mesme. Mendoj që është shumë e domosdoshme rotacioni politik dhe madje mendoj që duhet të vendoset me ligj që nuk duhet kalojnë më shumë se sa 2 mandate qeverisje për cilën do parti që do të ishte në pushtet. Kam kritika për qeverisjen për një sër aspekte të ndryshme për cilat unë kam ngritur zërin në të gjitha këto vite. Kjo lidhet me korrupsionin, me mungesën e meritokracisë, me nepotizmin. Këtë e shoh kryesisht tek administrata publike, e cila është vënë, le të themi, e gjitha në shërbim të pushtetit aktual. Për shembull, ndër vite ne kemi një rënje të popullsisë. Por, nga ana tjetër kemi një rritje të numrit të administratës publike, pra e ka kaluar 200.000. Dhe në mendimin tim në një demokraci funksionale të një vendi të vogël, roli i qeverisë duhet të jetë më i minimizuar. Qeveria duhet të jetë më e vogël. Pra, kemi një qeveri të madhe, por që shumë të centralizuar për detyrat dhe funksionet e saj, dhe në këtë mënyrë kontrolli është më i madh. Nga ana tjetër kjo gjë vlen edhe për opozitën. Nëse unë do të kisha vendimarrje, do të kisha dhënë një mundësi më të madhe figurave të reja. Nëse do të ishin në Partinë Demokratike, por në këtë rast partinë më të madhe opozitare në vend, nëse do të ishin figura të reja, të cilët minimalisht vijnë nga një background politik, juridik, pra duhet të kesh edhe stofin, duhet të kesh edhe përgatitjen për të qenë i gatshëm të futesh në garë për që nesër një ligjvënës, për që nesër një vendimarrës. Dhe mendoj që do të kishin ndryshuar shumë numrat nëse në Partinë Demokratike do të ishin vendosur në lista të sigurta figura të reja. Për shembull, një nga departamentet më suksesshme në optikën time është departamenti Brain Gain dhe Excellences, me të rinj shqiptar që jetojnë, që punojnë në Perëndim, por që kanë pasur, pavarësisht angazhimit të tyre atje ku jetojnë, kanë pasur një përkushtim të jashtëzakonshëm për opozitarizmin në vend. Nëse këta do të ishin në lista të sigurta dhe figurat e vjetra në politik do të ishin vënë në lista të hapura, madomundej që ata do të lëviznin, do të vinin më shumë në punë motorrat dhe do ndryshonin edhe numrat, sepse kanë pasur prej vitesh atë rehatin që ne sikur na takon ky vendi i një deputeti në parlament edhe e kanë ruajtur po prap atë statur. Çfarë është për ty demokracia? Demokracia është përfaqësia e shumicës, pra e popullit që drejt për së drejti ose ndërmerr referendume për të ndryshuar gjendjen në vend, ose në mënyrë jo të drejtë për drejtë zgjedh përfaqësuesit, në këtë rast politikanët, që janë më vonë deputetët, janë ministrat, pra të gjithë këta zgjidhen nga populli. Dhe një gjë që më ka bërë gjithmonë përshtypje është kulti i individit. Sepse ne harrojmë që në fakt këta politikanë janë menaxher. Dhe i kemi zgjedhur ne, dhe janë menaxher të taksave tona. Dhe aty futet edhe media, pra a e përçon media zërin e publikut? Çfarë është zëri i publikut? Çfarë problemi keti në zonën ku banon? Nuk e ujë, nuk e drita, nuk e shkollë. Në Astir, po themi, është shtritur popullsia, nuk ka shkolla, nuk ka kopshte. A është duke e përcjell media këtë, apo media po merret me numrin në rritje të turistëve? Sepse kështu dalin pushtetarët dhe flasin, nuk është kjo gjëja më e rëndësishme. Mbas 20 vitesh, që janë gati 2 dekada, si do duket Shqipëria që ke gjetur së fundmi? Në botë, Shqipëria ka pasur një imazh negativ për shumë vite. Kjo për arsye edhe të emigrimit masiv dhe për arsye të
punëve që këta emigrant, pra këta shtetat shqiptar kanë bërë në vende të ndryshme të botës. Vëre një gjë që s'ka ndryshuar asnjëherë, mikpritja. Ne kemi mikpritje, ne kemi njerëz shumë të dashur, ne kemi një relief të jashtëzakonshëm, një kombinim shumë harmonioz mes detit dhe malit. Ne kemi kulinari, kemi kostumografi, kemi art, kulturë, kemi shumë gjëra të bukura. Por ekspozimi i këtyre gjërave në mënyrë shumë sipërfaqësore dhe në mënyrë të drejtë për drejtë propaganduese, fshe në fakt ato që janë problematika të mëdha. Në çdo vend ka shumë probleme, në çdo vend ka edhe shumë suksese. Por nuk mundet gjithmonë të fokusohemi te suksese, duke lënë mënjan ato që janë vërtet problematika që na prekin ne për ditë, që shumë njerëz nuk kanë mundësitë financiare, me të vërtet jetojnë në vështirësi. Partia në pushtet i ka dhënë mundësinë e posteve të administratën publike apo poste politike edhe personazheve apo personaliteteve të opozitës, që renditen në radhët e opozitarëve. Nëse do kishe një propozim për një post politik, do ta pranoja dhe nëse po, cili do të ishte ai? Jo, nuk do pranoja. Pse nuk do pranoja? Sepse nuk të duket demokratike kjo që t'i jepet mundësia edhe një opozitari që me merit, mbi parimet e meritokracisë të marrë ato që meriton, por ato që ka studiuar ai është shqiptar, në fund të ditës jeton dhe punon këtu dhe i takon. Bashkimi është pika e fundit të frymës të këtij pushteti. Janë aktet e fundit që pushteti po bën për ta mbajtur vetveten në këmbë. Se po të ishte kjo mundësi që është sot, bashkimi do të ishte edhe në fillim. Ndërkohë që nuk ka ndodhur kështu. Ne kemi përveç administratës aktuale, kemi edhe një administratë paralele në shtëpi, e cila ka humbur vendet e punës dhe ka fituar gjyqet dhe paguhet në mënyrë paralele. Pra një vend, një drejtori që është sot në bashki, po themi, është gjithashtu një drejtor i hequr padrejtisht nga puna, që mbante statusin e nënpunësit civil dhe për të cilin, pra të hequr nga puna, paguhet sot. Pra kemi për një post kemi 2 persona që paguhen. Dhe këto janë nga taksa paguesit. Pra, mundësia që është sot i bashkojmë, mendoj që është edhe survival mode, është edhe ajo mbijetesa që ndodhen shumë zëra opozitarë, sepse kanë 12 vjet në opozit. Kjo është një arsye. Një arsye tjetër është sepse kanë hikur shumë persona dhe këta kanë mbetur. Dhe e treta mendoj që është edhe strategji për të thënë që do të bashkëqeverisnim. Dhe pse unë nuk do të bashkëqeverisja si opozitare, sepse duket sikur do të ndaloja së bërja atë që bëj, që ngre zërin për gjëra që nuk shkojnë për realitetin, dhe do të isha hipokrite nëse do thosha që po, nëse unë do të isha nesër në pushtet, do të vazhdoja me të njëjtin ritëm dhe të njëjtin pasion angazhimin tim për të ngritur zërin. Jo, nuk e bën dot. A mendon se shoqëria shqiptare shpesh pajtohet dhe mjaftohet me atë që i ofrohet duke mos kërkuar më tepër? Shpesh i shprehur se shoqëria shqiptare nuk reagon, nuk ka nerv proteste. Si e shpjegon ti këtë fenomen? Po ja, po marr një rast specifik që është i lidhur drejt për së drejti me mua, që është edhe aktiviteti im në Instagram apo në rrjetet e mia sociale. Sa herë unë ngre një reagim për një çështje, më shkruajnë dhjetra dhe qindra njerëz të cilët nuk kanë guximin të kenë po të njëjtin reagim në faqet e tyre, sepse o kanë frikë të humbin vendet e punës, ose kanë frikë se do të preken bizneset e tyre. Dhe shoh tek ta më shumë se sa apati, frikë. Sepse nëse të rrezikohet vendi i punës, ti gjithmonë do të bësh një hap mbrapa për ta mbajtur atë. Por kjo me kalimin e viteve, nëse në fillim bëhet për arsye interesash apo financiare, me kalimin e viteve kjo gjë kthehet në mentalitet. Sepse ne po rrisim një brez të cilit po i themi të tërhiqet, që për shkak të financave, për shkak të një rroge mos ta ngrej zërin. Cila do të ishte kauza jote politike nëse do të ofrojë një pozicion me ndikim? Arsimi. Në absolut, arsimi. Është në ditët e veta më të errta, edhe këtë dua ta lidh edhe me median, sepse të gjithë këto ditë janë fokusuar që nga e hëna në fillimin e vitit të ri shkollor. Edhe pjesa më e madhe e mediave kanë treguar se sa e bukur ka qenë dita e parë e shkollës, që absolutisht është e bukur dhe e padiskutueshme, dhe çdo prind ka ndar fotografi dhe video emocionuese me shoqërimin e fëmijëve të tyre në shkollë. Po nga ana tjetër shumë pak, thuajse 1 apo 2 media, sepse unë i kam monitoruar dhe për të cilat kam reaguar, kanë treguar realitetin. Kemi fshatra të tërë ku janë mbyllur shkollat. Këtë vit shkollor kishim 112.000 nxënës më pak të regjistruar. Në Gjirokastër kemi pasur një shkollë e cila u mbyll dhe mësimi po bëhej në ambulancë.
Në Dimal të Beratit kemi pasur një shkollë inekzistente, cila kishte marrë me qira një lokal dhe i bënte mësim nxënësve. Mos po rikonstruktohen këto shkolla apo? Sigurisht këto mund të jenë edhe duke u rikonstruktuar, por nuk është zgjedhja një ambulancë apo një lokal për ta bërë mësimin. Po dhe nëse kjo është, shoqëria shqiptare duhet të ndërgjegjësohet për këtë që po ndodh. Pra pse mediat zgjedhin 2 portale ta japin dhe 212 portale mos ta japin fare këtë. Pra të flasim për një Shqipëri të bukur, Shqipëria është e bukur, Shqipëria ka shumë vlera, por nuk mund të flasim vetëm për këto, sepse duke folur për këto ne e fusim shoqërinë në një bubble, në një flusk që e mban ato shumë larg nga realiteti. Pra ndryshe pse nuk ndërgjegjësohen dhe pse nuk e ngren zërin njerëzit? Nuk e ngren zërin njerëzit sepse një pjesë e tyre ndoshta beson që vërtet është shumë mirë gjithçka. Sepse një prind në Tiranë apo një prind në Elbasan apo në Vlorë nuk mund ta ngrej zërin për këto problematika në shkolla nëse nuk di sa nxënës më pak ka, sa shkolla po mbyllen, se si vendi po shpopullohet dhe se si në fakt një bashkëmoshatar i fëmijës së tyre po bën ditën e parë të shkollës në ambulancë apo po e bën atë në një lokal. Pra ky është reagimi. Reagimi nuk është zjarr dhe flak. Reagimi është që ti kërkosh llogari njerëzve të cilët ke zgjedhur të përfaqësojnë që pse kemi më pak fëmijë dhe mos flasim se sa krah i huaj i punës po vjen. Atë e dim, e shohim kudo. Pra janë të dyja anët e medaljes për cilën shqiptarët duhet të reagojnë. Të dyja partitë ose edhe pushteti edhe opozita ka një qëllim të caktuar dhe ky është qëllimi në këtë rast qeveria për të kontrolluar narrativën se gjithçka shkon shumë mirë dhe në këtë rast opozita për të kontrolluar narrativën se gjithçka është skëter. Prandaj fola për 2 anët e medaljes. Që njerëzit duhet të jenë në dijeni të realitetit që më pas të marrin vendimin se si do të reagojnë dhe si është reagimi. Pra reagimi në ditë demokratike unë jam absolutisht kundër reagimit me flak, me zjarr, reagimit jo qytetar. Një shqiptar, një individ, një votues reagon me votë. Që kur të shkoj te kutia e votimit, të mendoj se ka dhe një alternativë tjetër, apo 2 alternativa tjera, apo 3 alternativa tjera, dhe t'i japi mundësinë vetes për të testuar një qeveri tjetër, dhe jo gjithmonë për të menduar se këtu jemi mirë, gjithçka është mirë, se ne e kemi në Terezi e marrim një rrogë. Po kur alternativa mungon, shqiptarët mbase duan të jenë në një safe zone, në një zonë komforti edhe nuk duan që të jenë gjithmonë një vend eksperimental me figura të cilave s'mund t'ju besojnë. Mbase duhet fuqizohet opozita nga ana tjetër që ky rotacionit ndodh. Kur s'ka opozitë, është epoka e ardhur që të lulëzojë e njëjta forcë politike, rregullat i vendosin më të fortët edhe sado që demokracia mund të jetë çal, fakti është fakt. Opozita ka përgjegjësitë e veta. Por opozita nuk ka vendimarrje. Nuk ka pushtet. Opozita është opozitë dhe fakti që në këto 4 mandate qeverisë, një nga strategjitë kryesore të qeverisë pushtetit është edhe minimizimi i rolit të opozitës. Dhe prandaj dhe thash më përpara që shumë figura të vjetra duhet ishin larguar nga partia opozitare. Sepse kanë aty që në vitet 90 dhe për sa kohë që nga vitet 90 deri më sot nuk kanë sjell ndryshimin apo nuk kanë bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme gjatë kohës që kanë qenë ministra, pse do ta bëjnë ndryshimin sot? Nuk e di a mund të përmendim emra, po do ta sillë një rast që unë e përmend gjithmonë jo për individin, por për fenomenin. Për shembull, Tritan Sheu, me gjithë respektin që kam, sepse ai është profesor, është ekspert në fushën e vet. Ka deputet në Gjirokastër që mbas viteve 90. Nëse nuk i ka sjell diçka wow Gjirokastës ose nuk ka bërë një ndryshim thelbësor për Gjirokastër, pse do ta bëj sot në 2025? Anglia është shtëpia jote e dytë dhe pastaj kemi Pekinin ku ti për 3 vite jetove dhe studiove, çfarë bëre aty? Pekini ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e rrugtimit tim, po dhe një pjesë shumë ndryshe. Pra, nuk mendoj që më shumë sa 3 vjet do të vazhdoja të jetoja në Pekin. Ishte një eksperiencë që ka pasur një vlerë të jashtëzakonshme, sidomos kulturalisht, po secili ky vend, si Anglia, si Pekini, si Amerika, si vendet tjera të Europës, kanë lënë diçka tek unë. Nëse po themi po themi në sistemin arsimor aty ku un kam pasur edhe angazhimin profesional të gjitha këto vendet. Nëse në Shqipëri un kam parë student të pavendosur, student me shumë ëndra po të paqartë për zgjedhjet e tyre. Në Pekin un kam pas
të bëj me student apo dhe me miq që kemi ndar auditoret, të cilët kanë qenë shumë kurioz. Pra, çdo ditë e imja ka qenë e rrethuar me njerëz kurioz, me njerëz shumë punëtor, apo dhe vetë kultura kineze dhe kinezët dhe aziatikët, njerëz shumë të bindur, gjë që ti nuk e sheh në kulturat e tjera. Nga ana tjetër në Angli kam parë bashkëudhëtar të mit, të cilët kanë qenë gjithmonë zëra shumë kritik dhe shumë të qartë për gjën që donin. Pra joja ishte jo dhe poja ishte po. Në Amerikë kam parë njerëz shumë ambicioz. Pra kam qenë bashkëudhëtare me njerëz që do të bënin gjithçka për të arritur ëndrat e tyre. Dhe të gjitha këto nga pak kanë formsuar atë që unë jam sot, pra kam dhe unë ato paqartësitë e mia, por nga ana tjetër e kam atë kritikën brenda meje, gjithashtu ambicien për të arritur shumë, por edhe durimin që e ka rinxjerr tek unë Pekini. Mua më pëlqen shumë që, siç thua ti, këtu gërmim në shpirt, të futem kështu thellë në zemrat të njerëzve që intervistoj këtu edhe të nxjerrin sipërfaqe pak jetën e tyre, fëmijërinë, sfidat, rrëzimet dhe ringritjet, po dhe pak jetën romantike. Folëm shumë për jetën tënde akademike, për vokacionin tënd, për principet e tua, për vlerat, për ato që do doje të shikoje më mirë këtu në vendin ton. Tani do të pyes pak për jetën tënde romantike. Çfarë ndodhi me ty pastike në Angli? Më ke thënë që ke pasur një histori qendrore dashurie e cila nuk funksionoi dhe në një moment ti the nuk ndihem mirë, nuk është gjë e dur dhe u largove në një rrugë pa kthim? Po rrugët ndahen, pavarësisht se ti mendon se e sheh me ato sytë e zemrës dashurinë si idealiste, nuk do thotë që domosdoshmërisht është e tillë. Çfarë është për ty një dashuri idealiste? Mi përshkruaj çik me ato ngjyrat e bukura të poetës tani të asaj kohës. Një dashuri idealiste të viteve shumë më përpara. Është një kartë që ti nuk ke mundësi financiare, që ti e merr për 10 euro që ka 10 minuta brenda dhe nuk e përdor dot vetëm një herë, po do ta ndash në 4-5 herë, pra nga 2 minuta çdo telefonat. Dhe pavarësisht se nuk je shumë prezent me personin tjetër, ti ke besim të verbër. Do të mjaftojnë 2 minuta sa për të duaj, më ka marrë malli. Po, mjaftonin aso kohë. Mjaftonin 2 minuta, mjaftonte një shkëmbim letrash, mezi e prisje kthimin e personit tjetër, mezi e prisje një moment që të kisha mundësi të udhtoje nga vendi ku unë jetoja tek vendi ku partneri im aso kohë ishte. Pra, ishte një dashuri që nuk është se kaloi prova të jashtëzakonshme. Pra ishte shumë fëminore, shumë naive. Po zgjati shumë vite? Po zgjati, sepse ishim të dy të përkushtuar aty dhe në kërkim të asnjë gjë tjetër. Dhe një ditë të bukur ndryshuan gjërat, sepse me kthimin në Shqipëri të dy kuptuam që nuk ishte ajo që duam. Pra ajo që ne kishim nuk ishte ajo që ne donim. Çfarë të mësoi ty kjo dashuri? Të lëndoi? Të çliroi nga një version i vetes që ti s'doje të ishe më dhe të hapi hapësirën e madhe në zemrën tënde që të vinte dashuria e duhur e jetës. Më rriti dhe më bëri të mendoj dhe të besoj se dashuritë janë të shumta në jetë, po vinë në forma të ndryshme. Po të duash një njeri dhe ta dashurosh një njeri janë dy gjëra krejt të ndryshme. Çfarë ndodhi në fakt në këto 3 vite në Pekin? Në këto 3 vite unë njoha shumë mirë Harisin dhe gjithashtu kuptova që me njerëzit të cilët i takova rrugës, jo domosdoshmërisht do të kishte një kimi, do të kishte një klik. Pra ajo është një gjë që vjen shumë natyralisht dhe në shumë persona që unë dola për njohje me dëshirën për të parë vlerat, për të parë anën pozitive, por për të parë edhe ato gjëra që nuk shkojnë mirë, ato flamurët e kuq, pra ato kleçkat që ti do të vendosje mos rrije me atë person. Dhe fakti që je bosh me veten tënde, sepse unë isha bosh me veten time, më bëri të kuptoj që nuk ishte momenti i dur, sepse ti mund të rish me njerëz, mund dalësh me njerëz të ndryshëm, por nëse nuk je mirë me veten tënde, nëse nuk klik dhe nuk është ajo kimia, asnjë gjë nuk do të bëhet për kompromis. Pastaj? Si vazhdon historia? Pastaj unë u ktheva në Shqipëri, ku pata disa angazhime profesionale dhe akademike. Dhe në Shqipëri nuk po e gjeja veten profesionalisht, kështu që aplikova për doktoraturën
e fitova atë në Angli dhe isha gati për të nisur në rrugtimin tim të tretë, në largimin tim të tretë jashtë Shqipërisë dhe në ato momente kur unë nuk e prisja absolutisht të gjeja dikë, gjeta dhe njeriu e jetës time, shokun tim më të mirë. Ja, pra dashuria troket atëre kur ti nuk e ka hapur ende derën, si e burgati, edhe nuk e pret dhe nuk e kërkon. Kjo nuk është klishe, kjo është e vërtet. Gjërat më të bukura ndodhin kur nuk i presim, apo jo, kur vin krejt papritur. Kur ti e lëshon veten në një farë mënyre sikur you give up, sikur dorëzohesh. Dhe aty pastaj bëhen të gjitha yjet bashkë, i gjithë universit na vjen të gjithëve në ndihmë dhe na sjell ato për cilën ne jemi lutur aq shumë dhe kemi pritur prej shumë vitesh. Është një frazë e bukur që thot atëre kur mendojmë që kemi humbur, në fakt mbase kemi rigjetur veten. Edhe ndodh pastaj kjo magjia, kështu që në mënyrë poetike ti thua po sikur të bijem, edhe ai të thot po sikur të fluturojmë. Edhe kështu ishte kjo historia, apo jo? Pak si Oxfordier. Nuk e di pse ma sjell ti mua imazhin e një vajze në mjedise akademike që dashurohesh me dikë që ka lidhje me këto mjedise dhe kur të pyet atë ditë në zyrë më the nuk je larg, se historia ka diçka të ngjashme dhe të përbashkët pa hyrë në detajet veçanta. Po si ka mundësi për shembull që ti shpenzon shumë vite të jetës tënde, qëndron me dikë, bën përpjekje, sakrifica madje për të qëndruar dhe kur distancat të ndajnë dhe nuk funksionon gjëja, dhe ndodh që takon dikë tjetër nga asgjëja, nga universi të vjen të shfaqet edhe që ditën e parë ti thua shiko se ky është personi im. He's my person. Ke patur një moment të kësaj natyre apo ka ardhur dal nga dalë se ky është këndvështrimi im, po nuk e di si është historia jote. Kam patur një moment të menjëhershëm që unë kam kuptuar që ky është personi im sepse ishte intelektualisht, mendërisht dhe shpirtërisht në një nivel dhe në një fazë me mua. As unë nuk po kërkoj askënd, as ai nuk po kërkonte dikë. Pra ndodhi në mënyrë shumë të natyrshme dhe me mua ishte edhe frika sepse unë e dija që do ikja, do largohesha dhe unë kisha njëkohësisht edhe frikën se do ta humb. Pra ky është një person që ndoshta nuk do të më ndjeki. Por ky djalë atëre kur situata u bë malore e vështirë, nuk iku, siç bëjnë shumë njerëz që kur vështirësohet lën lojën. Ai qëndroi aty për të thënë që në të mirë në të keq thick and thin. Nuk ka qenë asnjëherë diskutim. E ke parasysh kur ti përgatitesh të bësh një bisedë shumë serioze me personin që ke rënë në dashuri, për t'i thënë që unë do të marr një rrugtim të ri dhe a do të ishti me mua në këtë dhe ke shumë frikë se mund të jetë i dyzuar, mund të jetë jo përgjigja, mund të jetë po përgjigja. Nuk është diskutuar absolutisht kjo gjë asnjë moment sepse ai ka qenë me mua në çdo hap dhe nuk më ka bërë asnjëherë të ndjej frikën. Kjo ka qenë dhe një nga arsyet që më ka bërë të mendoj dhe të ndjej se vërtet është personi i dur, sepse unë nuk kam pasur asnjëherë frikë për ta humbur. Dhe e dija që do të ikja dhe ai do të vinte me mua, e dija që ai do të më mbështeste siç bëri më mbështeti dhe pavarësisht pamundësive tona të gjitha formave, ai erdhi si askush tjetër. Ai jo vetëm erdhi, por qëndroi në jetën time gjatë gjithë sfidave dhe pikpyetjeve të mia të mëdha, sepse kur ke ato pasiguritë me veten, kur ke atë dramën brenda vetes, kur ke atë spiritualitetin në nivele shumë të larta, duhet të kesh po një njeri me po të njëjtin nivel spiritualiteti, ndjeshmërie, mirëkuptimi, komunikimi që të ndjeki, sepse duhet të jesh patjetër në sinkron. Dhe ai ka qenë në çdo moment me mua dhe nuk është i vetmi person i cili nuk më ka bërë të kem frikë nga braktisja. Në kafen ton të parë më the edhe një detaj shumë të bukur, më the ne kemi pak diferencë, unë jam disa vite më e madhe, ti kishe lindur përpara në maternitet, edhe prite që ai të vinte disa vite më vonë atëherë në një jetë tjetër, edhe ja kështu bashkuan këta shpirtra në këtë jetë. Dhe më the që mosha s'është më tabu elketa sepse sintonia jonë është perfekte. Të ka penguar kjo në një dimension të raportit, në një dinamik të këtij? Në asnjë dinamik. Të kësaj marrëdhënie? Tek ai kam parë një shpirt të vjetër në një trup më të ri. Dhe nuk mendoja që në një moment tjetër të jetës time do të kisha zgjedhur të jetoja apo të ndaja jetën me njëri më të ri në moshë se unë. Por në këtë rast eksperienca me të më ka treguar që mosha nuk ka asnjë vlerë në krahasim me shpirtin, me esencin e përkushtimit, humorit, përgjegjësisë. Pra ai mund të jetë më i vogël se unë, po ka mban në vetvete përgjegjësi shumë të mëdha dhe është shumë i pjekur mbi të gjitha intelektualisht, sepse vjen një moshë dashuria
qëndron mbi gjitha intelektuale. Nëse i sheh të moshuarit në moshë shumë të madhe që rrinë me njëri tjetrin, pra çfarë i mban? Pra ata janë edhe fizikisht shumë më të dobët, fizikisht shumë më pamundur për të udhëtuar, për të qenë më aktiv me njëri tjetrin, por ata kanë dashurinë intelektuale, atë erën e njëri tjetrit pa cilën nuk bëjnë dot. Pra burrëria nuk ka të bëjë fare me moshën. Një person është burr mjaftueshëm dhe ka një potencë të jashtëzakonshme fizike, intelektuale dhe mendore në momentin kur ai është provideri, pra ai është shtylla kryesore e marrëdhënies dhe është mbështetësi më i madh. Dhe në këtë rast unë mundem të bëj dhe karrierën time, të bëj dhe familjen time dhe aq më tepër që ne jemi dhe të njëjtit profesion. Pra ne edhe punojmë bashkë, ne studiojmë bashkë, ne nuk jemi vetëm partner, por ne jemi shok shumë të mirë, por ne jemi dhe koleg shumë të mirë. Çdo gjë që unë shkruaj kalon në duart e tij dhe çdo gjë që ai bën, marketing, politik, kalon në duart e mia dhe ne dim t'i ndajmë shumë mirë të gjitha këto etapa që her pas here dhe bashkohen, por ne jemi edhe partner, jemi edhe çift të dashuruar, jemi dhe koleg, jemi dhe shok dhe kjo është një harmoni që gjendet rrallë dhe mendoj që nëse nuk do t'ishte ai në jetën time do ishte vështirë për të gjetur personin që gjithmonë kam pritur me ato karakteristikat që do të më bënin mua të ndjesha e sigurt për jetën. Dhe jam shumë e lumtur që kam takuar nga rrethet akademike një vajzë që nuk është vetëm kaq, që është shumë gjëra, një hënë e plot që nga të gjitha anët që e kthej ka dritë hënë. Edhe na ndriçon dhe në të tjerëve dhe vazhdo të studiosh, ta mbushësh shpirtin po dhe mendjen me gjëra të bukura, se vetëm kështu njeriu kur e furnizon me gjëra të bukura veten ka se çfarë të shpërndaj dhe çfarë të emetojë tek të tjerët. Edhe është gjithmonë një frekuencë frymëzuese ajo ku vibrohet pastaj me çdo qenie tjetër njerëzore. Prandaj ky Inspire mua më mbush me lumturi se siç jap, ashtu dhe marr shumë fish nga gjithë ata që kam përballë. Faleminderit që më frymëzove sot. Faleminderit dhe ti për shembullin e mrekullueshëm që jep të gjithë vajzat, po jo vetëm vajzat e brezit të ri që kanë nevojë për modele të jashtëzakonshme siç je ti. Edhe jam shumë e lumtur që të kam njohur dhe jam shumë e lumtur që ma dhe këtë mundësi që të kemi këtë bisedë kaq intime dhe të ndjerë që unë rrallë e kam bërë thuajse asnjëherë në një studio tjetër. Kështu më lën nga një copu zemre të gjithë njerëzit që vinë këtu edhe unë ndihem shumë e fatë se marr dhurata shumë të bukura vazhdimisht. Kështu që është mënyra ime për t'i thënë Zotit faleminderit që më ke bërë që të bëj këtë punë dhe këtë profesion. Kam një pyetje të fundit para se ta mbyllim. Më the që diçka të kishte përlotur tek ajo skaleta e disa pyetjeve që unë thash do t'i trajtojmë sot në këtë bisedë. Cili ishte ai moment që të bërit përlotesh? Pyetjet lidhur me mamin. Sepse është një njerëz që nuk e mas dot rëndësinë. Nuk ka një simace për të shpjeguar se sa shumë e dua dhe se sa shumë më njoh se i jam. Dhe kam bërë dhe një shkrim tjetër, ndoshta ti nuk e ke lexuar, por mami ka pasur dhe probleme me shëndetin mendor, pra ka vuajtur dhe vuan ende nga depresioni. Unë këtë e kam folur hapur dhe i bëj apel të gjithë njerëzve që mos kenë turp dhe mos kenë tabu dhe mos kenë probleme për të folur për problemet e shëndetit mendor, sidomos ato të lidhura me prindrit, të cilët e kanë rrugën pa kthim pas. Pra, është ndryshe shëndeti mendor i një adoleshenti, që ende nuk ka arritur majat e traumave në jetë dhe do të ndryshojë dhe ka më shumë premisa për të përmirësuar, sepse ka jetën përpara dhe është jashtëzakonisht e dhimbshme përballja e një nëne apo e një babai me probleme të shëndetit mendor. Nuk e di pse ndodh. Shumë i kesha dhe miq të mit janë përballur dhe vazhdojnë të përballen me këto sfida të jashtëzakonshme që sjell depresioni, si i lehtë edhe i thellë me prindrit dhe ndonjëherë janë sfida të cilat bëjnë të ndihesh shumë e pafuqishme. Pra, ti mendon se ai ilaçi i vogël që t'jepet në darkë apo gjatë ditës do të bëj ndryshimin, do të bëj mrekullin, po në fakt janë një konglomerat, janë një përmbledhje gjërash që duhet patjetër të bëhen bashkë ta ndihmojnë një person që vuan nga depresioni, ku gjithçka është e errët, kur nuk i ka më kuptim jeta, kur as fëmia vet në momentet caktuara nuk i jep gëzimin që presupozohet t'i jap. Dhe
njerëzit nuk flasin shpesh në Shqipëri. Ke rasti ti thuash një mesazh dashurie dhe një mesazh force që ta gëzosh sot. Çfarë do t'i thoje? Zgjidhje 3 gjëra zemre. Që në çdo jetë do zgjidhja mamin. Të njëjtën mami s'do ndryshoja asgjë dhe që dua shumë shpejt që ajo të kthehet në studio dhe të këndoj opera, ato arjet që do zgjedhim bashkë dhe mendoj që do jetë gati për t'i regjistruar këngë dhe arje të ndryshme që të mi lërë mua. Po, me siguri nëse ajo këndon do gjej shërimin, do gjej shërimin tek pasioni, vërtet. Mamat, sa të mira janë dhe sa të dhimbësura. Po. Aris, faleminderit që Faleminderit shumë. Hape zemrën edhe unë e di që ti e të gjitha dashuritë e munguara të saj atë bashk.